Përshëndetje të nderuar shikues. Po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Ministri në detyrë i punëve të jashtme në Kosovë, Klau Konjufca, gjatë kësaj jave ka folur për vendimin që gjykata speciale do ta marrë me 16 shtator ndaj shkrerëve të UÇK-s. Konjufca i bëri thirrje gjykatës së Hagës që të mos merr asnjë vendim politik, por të bëjë vendim të drejtësisë. Ministri në detyrë i punëve të jashtme Klau Konjufca ka komentuar vendimin që pritet të shpallet me 16 shtator nga gjykata speciale ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. I pyetur se cili do të jetë qëndrimi i institucioneve të Kosovës, Konjufca u bëri thirrje gjykatës që vendimi të bazohet në drejtësi dhe jo në konsiderata politike. Unë bëj thirrje që gjykata Hagës të mos bëj vendim politik, po të bëj vendim të drejtësisë. E nëse bëj vendim të drejtësisë, ne të gjithë e dim çka është drejtësi. Ai theksoi se lufta e UÇK-s ka qenë e drejtë dhe se të akuzuarit në Hag i kanë kontribuar ndaljes së gjenocidit të Miloševićit. Oficerët e NATO-s kanë bashkëpunuar në trajnimin e oficerëve të UÇK-s që lufta të jetë e suksesshme. Pse e kanë bërë këtë? Sepse ushtria jonë i ka kontribuar ndaljes gjenocidit Miloševićit. Kjo është kuptimi i luftës së UÇK-s. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë ka caktuar 16 shtatorin si datë për shpalljen e vendimit në rastin ndaj 4 shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përkatësisht ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Gjyqi ndaj tyre përfundoi në shkurt, ndërsa ata janë mbajtur në paraburgim në Hag, që kurse u arrestuan në vitin 2020. Kanë kaluar më shumë se 2 dekada që kurbanorët e rrugës Martin Dinaj janë pa ndriçim publik. Ata janë ankuar për situatën që aktualisht ndodhen, pasi sipas tyre mungesa ndriçimit në rrugë po ju sjell shumë telashe. Ndonëse ankesa kanë bërë disa herë, por problemi i tyre vazhdon të mbetet pas zgjidhje. Të jetosh mbi 2 dekada e gjysmë pa ndriçim publik është sfidë me të cilën përballen rreth 60 familje në rrugën Martirët Dinaj. Banorët thonë se mungesa ndriçimit vështirëson lëvizjen gjatë orëve të mbrëmjes. Njëri prej tyre, prapa kamerës, tregon se shpesh detyrohet të dalë në hyrje të lagjes me dridore për t'i pritur fëmijët e tij kur kthehen në shtëpi. Përveç mungesës së ndriçimit, banorët shprehin shqetësim edhe për gjendjen e disa shtyllave elektrike, të cilat janë të dëmtuara dhe të vjetra, pasi disa prej tyre janë ende prej druri. Ata thonë se gjatë këtyre viteve kanë adresuar vazhdimisht kërkesat e tyre për zgjidhjen e këtij problemi, por deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje konkrete nga institucionet përgjegjëse. E për shkak të kësaj neglizhence institucionale, komuniteti i kësaj zone pan televizionin syri si mundësinë e vetme që zëri i tyre të dëgjohet dhe për të kërkuar zgjidhje, në mënyrë që kjo lagje të mos vazhdojë të mbetet akoma në harres. Redaksia Mediumit ton e ka adresuar këtë problem në zyrën për informim në komunën e Gjakovës për të kuptuar nëse është planifikuar ndonjë zgjidhje për ndriçimin e kësaj rruge, por deri në përgatitje të këtij materiali nuk kemi marrë përgjigje. Me qëllim të forcimit të mbikëqyrjes inspektuese, është marrë vendim që nga 1 shtatori, Inspektorati Qendror i Punës të kalojë në inspektime plotësisht digjitale dhe mbikëqyrje me dron në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Kështu bëri të ditur ministri Andin Hoti gjatë të enjtës. Ministri në detyrë për punë, familje dhe vlera të luftës çlirimtare Andin Hoti ka njoftuar se nga 1 shtatori, Inspektoriati Qendror i Punës do të kalojë në inspektime plotësisht digjitale. Sipas Hotit, sistemi i ri do të mundsojë dokumentim në kohë reale, rritje të transparencës, llogaridhënie më të madhe dhe monitorim më efikas të punës së inspektorëve. Prej 1 shtatorit, Inspektorati Qendror i Punës do të bëjë vetëm inspektime digjitale. Çfarë kupton kjo? Vetëm me laptop ose me telefona për çfarë lloj teknologjie, inspektorati do të inspektojë. Në momentin që inspektori fillon me shënimin e dhënave në sistem, në serverat tonë, në mënyrë automatike dërgohen të dhënat. Kjo nuk kupton e para transparencë, po kontroll edhe mbi inspektorat tonë.
Ministri bëri të ditur se njëkohësisht do të nisë edhe përdorimi i teknologjisë së dronëve si mjet mbështetës për inspektimin e kantierëve dhe vendeve të punës me rrezik të shtuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e rrit besoj që kontrollin dhe efikasitetin e inspektorëve tonë dhe dronët janë ata të cilët prej 1 shtatorit, sepse të dyja janë prej 1 shtatorit, do të jenë funksion të inspektorëve tonë. Përmes një komunikate për media, Ministri Hoti gjithashtu sot tha se vendimi për inspektime është marrë me qëllim të forcimit të mbikëqyrjes inspektuese, forcimit të koordinimit ndërinstitucional dhe shkëmbimit të informacioneve në kohë reale, duke bërë mbikëqyrjen më parandaluese dhe jo vetëm reaguese. Java ka nisur me rreshje në Gjakov, duke shkaktuar edhe dëme në disa shtëpi. Rreshjet e shiut dëpërtua në bodrumin e një shtëpie në fshatin Brekoc, duke i shkaktuar shumë telashe edhe në pajisjet shtëpiake. Rreshjet e dendura të shiut që përfshin Gjakovën me 27 korrik shkaktuan vërshime në disa lagje të qytetit, duke lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Njëra nga zonat e prekura ishte lagja Brekoc, ku uji dëpërtoi në shtëpi, duke dëmtuar dhe duke vështirësuar jetën e banorëve. Ekipi i televizionit Syri qëndroi në këtë lagje, ku vizitoi familjen Rajaj. I zoti i shtëpisë Nue Rajaj tregon se vërshimet kanë shkaktuar dëme të mëdha në pronën e tij. Ka bën shumë dëme, do të thonë makinat e lamjes teshav i ka prish. E kom zemin këtu qendrore, edhe aty është mush me ujë. Ato domet më të mëdha të mojan që të 2 sene. Do të thonë, po mjaft për rroba për këtë gjona s'po flasim, vetëm edhe plus muret ashtë, muret janë mush me ujë. 6 dyrë janë prish ashtë se u ka hi ujë mrena. Mjaftojnë ato domet që na kanë shkaktuar mjaft. Banorët kërkojnë që institucionet kompetente të ndërmarrin masa konkrete për të parandaluar përsëritjen e situatave të tilla, pasi sipas tyre, vërshimet po shkaktojnë dëme të vazhdueshme sa herë që ka rreshje intensive. Kjo është vazhdimisht vazhdohet që kjo ngjarje këtu te naja. Vazhdimisht. Ata s'kan ndërmarrë asgjë. Po them mas pakti 10 vjet është kjo e njëjti problem. Edhe kësa here, rreshjet intensive nxorën në pah problemet me infrastrukturën në këtë pjesë të qytetit. Banorët thonë se presin veprime konkrete nga institucionet, në mënyrë që vërshimet të mos kthehen në një problem të përsëritur sa herë që bie shi. Urës që lidh fshatrat Osekpash dhe Qerim, nga dita në ditë po i dëmtohet infrastruktura. Dërasat e dëmtuara dhe pjesa tjetër përcjellëse nga komuniteti i zonës po vlerësohen si një alarm për ta sanuar sepse rrezikon të shembet. Raportimet e shpeshta për dëmtimin e urës që lidh fshatrat Osekpash dhe Qerim në afërsitë të magjistrales Gjakov-Prishtinë vazhdojnë prej kohësh, por deri më tani nuk është ndërmarrë ndonjë veprim konkret për sanimin e saj. Gjendja e urës konsiderohet mjaft e rënduar, ndërsa banorët dhe kalimtarët thonë se çdo ditë përballen me rrezik gjatë kalimit. Një mërgjimtar, të cilin e takuam pranë kësaj ure, shpreh i shqetësuar me gjendjen dhe kërkon ndërhyrje sa më të shpejt nga institucionet përgjegjëse. Kjo urë është në një gjendje shumë të keqe. Unë ditë për ditë mbjen me kalu në qëtë urë, edhe përbes është pak se zor me kalu shtu, se është i kam kerën në renta, edhe për gjithëherë unë kur kaloj në qëtë urë, shpresoj se mund të mu prish kere, mu prish në sen. E që ta unë gjdo vjetë kur po vi këtu, po kam shpresë se po në qëtë urë, amo gjdo herë njash është gjendja, besa edhe ma kesh ka herë. Banorët e zonës theksojnë se ura është shumë e frekuentuar, jo vetëm nga banorët lokal, por edhe nga qytetarët të tjerë dhe mjetet që qarkullojnë në këtë segment. Banorët u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të mos presin derisa të ndodhë ndonjë aksident, por të ndërhyjnë sa më parë për ta rikthyer urën në gjendje të sigurt për qarkullim. Problemet infrastrukturore të qytetarëve janë nga më të ndryshmet. Kronika në vazhdim na njeh me problemin e banorëve të një ndërtese kolektive në afërsi të qerdhës së Devës. Atje ujërat e zeza gjatë të enjtës kishin pushtuar bodrumin e banesës, duke sjellur pafund telashe për banorët.
Bodrumi i banesës në rrugën Nën Tereza, në afërsitë të tunelit që të dërgon tek qerdhja e Devës, është përsëri destinacioni i ujrave të zeza. Aroma, papastërtia dhe insektet kanë krijuar një ambient të pakëndshëm për banorët e objektit, të cilët janë ankuar në mediumin ton përmes adresës elektronike. Ani pse për këtë situatë është intervenuar disa herë, përsëri problemi nuk është sanuar plotësisht dhe gjendja rëndohet edhe më shumë pas rreshjeve të shiut. Banorët prapa kamerave i thanë sot televizionit Syri që kjo problematikë është kthyer në dukuri dhe se jetesa atyre është vështirësuar. Ata po ashtu ndjehen të rrezikuar në aspektin e shëndetit publik, pasi sipas tyre papastërtia që krijohet nga ujërat e zeza natyrshëm mund të rrezikojë shëndetin. Sanimi dhe eliminimi i përhershëm i kësaj problematike ishte kërkesa e banorëve të zonës për organet kompetente. Bujqit këtë vit po presin rendiment të lartë të misrit, do të leshin nga fshati Dol, derisa po punonte në vjeljen e misrit, i tha Syrit se përkundër vështirësive, kjo kulturë bujqësore këtë sezon është me rezultat konform planifikimeve. Kultivimi i misrit këtë vit po konsiderohet i bollshëm nga fermerët e komunës së Gjakovës. Kushtet klimatike kanë favorizuar zhvillimin e kulturave bujqësore, ndërsa rendimentet pritet të jenë më të mira krahasuar me vitet e kaluara. Nga fshati Dol, Dodë Leshi tregon se këtë vit ka mbjell rreth 4 hektar me misër. Si vjetë jemi shku me 4 hektar misër, që është po shihet edhe këtu. Falënderoj Zotit, është shumë mirë si vjetë konsenje Bereshetin, në përgjithësi. Si vjetë kemi shku me farë me 3-4-4, shihet edhe këtu, është për qësh është pa vadë, është shumë mirë është, shihet edhe këtu. Rreth 4 hektar si vjetë, mendojmë vitet e ardhshme me kultivu pak më tepër. Leshi thot se një ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në prodhim ka qenë moti i favorshëm. Moti si vjetë, më thonë drejtën, unë Qurujt e të thatësira, dhe më thonë, kam mbjell pak ma herët si vjetë, kam shku me mbjellin me 13 prill si vjetë kemi mbjell, po falënderoj Zotit, majti mirë shumë, edhe që shifet to, ato pa fort mirë, a shumë mirë, falënderoj Zotit, damës kemi pas, ka pas breshër, dhe më thonë, rëbeshje, po ne nuk në ka bë dam. Zonën e Gjakovës shumë pak e ka prek. Megjithatë, fermerët vazhdojnë të përballen me sfida të shumta, rritja vazhdueshme e çmimit të naftës, së bashku me shtrejtimin e inputeve bujqësore dhe luhatje të çmimit të misrit. Çmimi i naftës edhe sa kon tepër i lartë, 1.6, 1.60, domethënë 1.70, nuk kemi nalë, se s'kem shka më bana, na do t'i kultivojmë, punën do t'a kryjmë, na nuk kemi qara pa punu, se s'më nalëmi, po edhe fitimi nuk është edhe, se për një herë është rritja e naftës, janë edhe rritjet e çmimit. Domethënë, kur akon nafti i olt 1.20 cent, akon një matera thesi i kalamoshit. Tash është 1.7, tash 20 euro 50 kilshi i misrit. Mbështetja për fermerët mbetet masë domosdoshme për të garantuar vazhdimsinë e prodhimit vendor. Pavarësisht vendimit për sistemimin e mbeturinave dhe vendosin e kapakëve të kontinjerëve, situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Në afërsi të banesave kolektive, shkollave dhe institucioneve, kontinjerët u pan të stërmbushur, madje edhe me mbeturina pafund për skajtyre. 7 ditë kohë dha, Ministrja në detyrë e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, Fitore Pacolli, komunave të Kosovës për të zgjidhur problemin e mbeturinave. Por 2 javë pas kalimit të këtij afati të prerë të 10 korrikut, duket se situata vazhdon të jetë e njëjtë. Urdhëresa urgjente obligon të vendosjen e kapakëve funksional dhe ndalimin e stërmbushjes së pikave të grumbullimit pranë qerdheve, shkollave, parqeve dhe këndeve të lojrave, duke urdhëruar dhe pastrim, dezinfektim dhe deratizim urgjent të gjitha hapësirave ku mblidhen mbeturinat. Sot qytetarët e Gjakovës përballen me të njëjtin realitet. Kontinjer të hapur e me mbeturina të tembushura që lëshojnë kundërmim dhe përbëjnë rrezik serioz për shëndetin publik në këto ditë të nxehta të korrikut. Vendimi i Ministrisë parashit e gjoba të ashpra për komuna që dështojnë të zbatojnë urdhëresën.
Gjatë enjtës, bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës ka pohuar se është miratuar aplikimi i klubit basketbollit Vllaznimi për wild card në Prokedit Super League. Skuadra Gjakovar do të jetë sërish në elitën e basketbollit kosovar, ku vetë se kanë filluar përgatitjet për konsolidim të ri të klubit. Klubi i basketbollit Vllaznimi do të garojë zyrtarisht në Superligën e basketbollit kosovar. Federata e Basketbollit të Kosovës ka njoftuar për miratimin e aplikimit të Vllaznimit për wild card në Prokedit Superligën e Kosovës për edicionin garues 2026-27, duke treguar se gjakovarët kanë plotësuar të gjitha kushtet e aplikimit. Kuqezinit kanë arritur që për një kohë të shkurtër të marrin këtë vendim, duke synuar së paku mbijetesën e elitë. Tek gjakovarët, përveç ndryshimeve në skuadër, ndryshime kanë ngjarë edhe në udhëtësinë e klubit. Ideal Bakia përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook bëri të ditur të heqjen e tij nga pozita drejtuese të klubit. Vllaznimi në edicionin e kaluar kishte rënë në ligën e parë, por me mos plotësimin e kritereve për garim nga drita, Vllaznimi t'i u hap rruga për inkuadrim në elitë përmes wild card. Kuqezenjet, ditëve në vijim, pritet të prezantojnë përbërjen e udhëheqësisë së re të klubit, si dhe organizimin dhe transferet e reja në skuadër. Step back dhe vjen treshja. Nga një moment. Ndoqet përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.